Ky është 39 vjeçari shqiptar që humbi jetën në aksident teksa ishte nisur për në punë. Një 39 vjeçar shqiptar ka humbur jetën në mënyrë tragjike në Itali pasi u përplas me një makinë teksa ai ishte nisur për të shkuar në punë. Viktima është identifikuar si Edmond Gjoci, me origjinë shqiptare dhe banues në Tuoro sul Trasimeno. Ngjarja e rëndë ndodhi në rrugën rajonale 71 në zonën e Ritios, pranë kufirit me rajonin e Umbrias. Mësohet se Gjoci ndodhej në pritje të dikujt që do ta shoqëronte për në punë, kur një makinë e goditi për vdekje në buzë të rrugës. Sipas informacioneve, drejtuesi i automjetit ishte një i ri 19 vjeçar, i cili sapo ishte pajisur me leje drejtimi. Dyshohet se i riu ka humbur kontrollin e makinës, ka devijuar nga drejtimi dhe ka përplasur për vdekje Edmond Gjocin. Gjithashtu mësohet se i ndjeri ka lënë pas bashkëshorten dhe një vajzë të vogël. Sa kaq, ka nisur hetimet për të zbardhur dinamikën e aksidentit nga karabinierët e Kortonës.